Federata Shqiptare e Boksit organizoi për herë të dytë radhazi në qytetin e Pukës kampionatin kombëtar të boksit për grup moshën U19. Ekipi i boksit Vllaznia u përfaqësua në këtë kampionat me 3 sportistë: Arol Hoxha i kategorisë 63 kg, Klevi Salibali i peshës 75 kg dhe Kledison Gurraj në 86 kg. Figurën më të mirë sportive ndërtoi bën Klevi Salibali dhe Kledison Gurraj, të cilët u shpallën kampion kombëtar, ndërkohë që për Alibalin kishte edhe një tjetër sukses, atë të shpalljes si sportisti më fair play i kampionatit. I kënaqur të pas parasysh në këtë aktivitet u nisëm me 3 sportistë, me 3 boksierë dhe duke llogaritë 3 boksierë 2 arritën që dalin kampion kombëtar, jam më i kënaqur. Më tepër spikati Fatjan Alibali, një boksier i cili kishte 5 ditë që ka moshën për të kjo grup moshë, ka bërë 17 vjeç. Tam drejtën ky boksier është djali i një mikut tim, shumë të afërt. Bokson në Gjermani, nuk është se është produkti i ekipit palesës Vllaznis, bokson në Gjermani dhe pa dëshirën për marrë me bë në kampionatin kombëtar. Ty pa disa neshë, video neshës cilat më kanë nisi, ati më pëlqej shumë mënyra boksit e tij. Pranume, morë pjesë dhe vërtet i ftoj veten vërtet ashtu siç kam pa dhe videot. Por me këtë rast unë besoj që ai boksier nuk do t'i largohet më palesës Vllaznis. Për Tanjerin Vila, për të theksuar, është organizimi model i aktivitetit nga Bashkia Pukës. Krahas Vllaznis, një figurë të mirë sportive bën edhe boksierët e ekipit Tërbuni Boks, ekipi i cili edhe pse ka pak vite që është formuar, është në elitën e boksit shqiptar. Të dy vëllezërit që kini kanë qenë boksierët Vllaznis, kampionë me Vllaznin. Kanë qenë në një periudhë shumë të gjatë edhe trajnerët grup moshëve të Vllaznis. Por ata kanë fituar eksperiencën e trajnerit. Nuk është e kollaj që me kriju një ekip për 2-3 vite. Duhet kohë për me realizu, për me kriju ekipin. Por me kaq kohë sa ato kanë kriju ekipin e Tërbunit, tham që është një rezultat shumë i mirë të cilin ata kanë arrit me bë. Pavarësisht mandej kampionatizëm, boksierët kanë nevojë më shumë për eksperiencë, më shumë për ndeshje, kjo s'ka rëndësi për puna që ato kanë vullnetin dhe dëshirën që me ecë përpara. Në mbyllje, trajneri Lazarin Vila bën të ditur edhe programin e aktiviteteve të boksit për muajt e ardhshëm. Si kombëtar janë lojrat mesdhetare, ndërsa në gusht dhe kampionati evropian, flasim për eliten, në shtator. Dhe kampionati kryesor është në tetor, kampionati të rritunve, ku aty ne synojmë titullin e 28. Këto janë, domethënë, synimet tona, aktivitetet tona kryesore.